Pamje dramatike kanë dalë në sipërfaqe në Morno, burimi kryesor i ujit për Athinën, ku nga mungesa e rreshjeve është rishfaqur fshati i dikurshëm Kallio, i cili kishte mbetur i zhytur në ujërat e liçenit artificial për dekada. Foto tregojnë rrënojat e fshatit që deri pak kohë më parë mbuloheshin totalisht nga uji, duke shërbyer si një sinjal alarmi për nivelin kritik të rezervuarit. Sipas të dhënave të Meteo PGR dhe Observatorit Kombëtar të Athinës, më 9 shtator 2025 sipërfaqja e liçenit u mat në vetëm 8.9 km². Shifra më e ulët që prej vitit 2014 ku nisën matjet satelitore nga Sentinel-2. Për krahasim, në shtator 2024 liçeni kishte një sipërfaqe prej 11.4 km², ndërsa në vitin 2023 arrinte në 15.3 km², që është edhe mesatarja e dekadës. Aktualisht rezervuari ndodhet vetëm në 58% të nivelit mesatar të 10 viteve të fundit. Ekspertët paralajmërojnë se situata është jashtëzakonisht e rrezikshme për furnizimin me ujë të Athinës, duke theksuar se mungesa e rreshjeve dhe valët e zgjatura të thatësirës mund të çojnë në probleme të mëdha për miliona banor të kryeqytetit grek.